Po na prisnit, ja që erdhëm. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes e dashur. Përshëndetje të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe juftoj këtu tek Ndioni Gatimit për të parë receta që do përcjellin për juve sot të thjeshta, të shpejta, të shijshme, të shëndetshme, the unë, sepse si fillim do të filloj me një supë të shëndetshme, supë pule, që do t'tregoni se sa e thjeshtë dhe sa e shpejt bëhet, por shumë e shijshme. Pra, kemi supën e pulës, nuk themi përbërësi, do të tregoj me njerë se me të do të fillojmë. Gjithashtu, më mbrapa do të përgatisim një djathë pikante mund, sepse do t'jetë djathë gjizë, ose mund të shtojmë në vend të gjizës pak kos të kulluar, por që edhe me gjizë bëhet shumë e mirë, do me thënë ky lloj djathi, pak vaj ulliri, piper të kuq, spec djegës, do me thënë edhe djegës, edhe jo djegës, gjithashtu një spec gogozhare, ose pikni vet, ose dhe nga ato të gatshme, të kavanozave, dhe ato janë po njëjta gjë. Gjithashtu do të bëjmë një bukë misri të shpejtë, them unë, sepse do të bëhet vetëm me ujë të ftohtë. Pra do të kemi miell, misri, ujë të ftohtë edhe pak krip. Edhe vaj që do luajmë tepsi, do me thënë edhe lart edhe në pjesën e sipërme. Siç e shikoni neve e kemi. Ne kemi gati për ta ngrënë parën. Po, për mëngjes, për drek do bëjmë tjetrën. Po, me këtë djathin pikant të shkon edhe është shumë e shijshme kjo lloj recetë, prandaj dhe unë e përgatita. Gjithashtu në fund fare kemi lënë për të bërë capite tigani që bëhen shumë thjeshtë dhe këto dhe të shpejta. Dhe këto janë shumë të shpejta sepse përgatisim një brum që mund ta bëjmë vetëm me ujë, me krip, do me thënë, dhe sipas dëshirës nëse doni një lug uthull dhe një lug vaj, kjo është zgjidhja juaj, por nëse kemi 500 gram, do me thënë, miell, do të shtoni rreth 320-330 ujë, ndoshta edhe pak të vakët. Dhe për mbushje, unë këtu kam bërë qepë dhe domate, mund të bëni qepë domate edhe mishë, mund të bëni, do me thënë, gjizë me një kokër vezë, ta përzjeni dhe ta bëni këtë mbushja, do të tregojmë se sa shpejt dhe sa mirë që bëhen këto lloj byreke, do me thënë, janë shumë të thjeshta. Qep domate, si që bëhet ajo mbushja e byrekut, ka ti e thjesht fare. Dhe si pas dëshirës nëse duam aty mund të shtojmë sa copsa djathi. Por dhe kështu është shumë. Tani ne do nisim me recetën që na do më shumë kohë, le të themi, dhe është ajo pjata më kryesore e ditës, e drekës, po. Pa, erdha. Hajde se duart e tua janë magjike. Thjesht e kam të thata. Ashtu. Të dyja? Po. Të dyja. Këtu kemi lëngun që unë kam përgatitur dhe të regoj se si e kam përgatitur. Atëherë, nëse do të kemi, marrim një pulë të plot. Nga pjesa e pulës, neve heqim pjesët e kockave, do me thënë të krave, si të thuash, të gjoksit, që janë në kocka, të cilat më përpara e vendosim në ujë të ftohtë, i lëm për një 10 minuta, do me thënë që të zien, e heqim atë ujin e parë dhe vendosim përsëri që të na zien, duke lënë një, si thua, 15 minutë tjetër, dhe shishe shikoni, unë këtu i kam gati tani, kam përftuar këtë lëngun që e kam kulluar, dhe kam gati lëngun që do të përdor për supën. Por, këtu tani do të hedhë një lugë gjarë në tenxhere, dhe këtu tek tenxheria, s'na i kënë gjallë, për s'ka gjithë, do ta heqim pak më temperaturave këtu. Këtu tani do të hedhim këto racionet e pulës, pra si janë ato pjesë të krave, do me thonë pjesë e parë, pjesë e dytë e kraut, të cilat janë shumë të mira dhe na bëjnë një lëng shumë të mirë dhe një supë të shijshme. Kjo është pjesa e krarorit. I vendosim të gjitha këto tani, bëjmë një kavërdisje të lehtë me gjarë, dhe më mbrapa këtu do të shtojmë edhe karotën. Bëhet një supë shumë e mirë, e shijshme, e shëndetshme, edhe do të shtojmë edhe pak oriz. Pra këto janë përbërësit e parë. Pra nga lëm pak të marrim një kavërdisje të lehtë, nuk do shumë. Ndërkohë, të shohim pak recetat që në fillim. Po, mund të shikosh Anila sa të na bëhet kjo gati, do t'i jem pak krip unë këtu, edhe pak piper. Do të shtojmë dhe këtë okrën e qepës, do të shkëllojmë edhe këto karotat të cilat i kam të prera në copsa të vogla, në kubik të vegjël. Sepse nuk do të furlotojmë asë një gjë. Tani, si pas dëshirës nëse doni, këtu mund të shtojë, do me thënë edhe ndoj një finokjo. I shkon shumë se alloj supe dhe je për shumë shije, dhe dim që finokjo ka vlerat mëdha ushqimore ashtu si finokjo, ashtu dhe si të thuash përveç se finokjos e gjingje, edhe, po hedh një nuk ka nevoj për më tepër, edhe harova, jo majdanozi se do ta përdorim në fund fare,
Selino, e mrekullueshme, ka një aromë fantastike. Por nga që unë sot do përdor këtë finokë, nuk po hedhë selino, por juve mund të përdorni edhe të treja, por edhe veç se me njërën dhe tjetrën, është mirë. Majdanozin do të hedhim në momentin e fundit, ta një përzierje tu, thjesht të shkri gjalpi dhe të lëshoj aromën, dhe me njërë do të shtojmë këtë ujin e ngrohtë, pra lëngun e mishit që kemi përgatitur në parazierjen e mishit të pulës. Shumë mirë. Dhe gjithmonë kur bëjmë supë është mirë që të përdorim kocka nga pula. Atëherë edhe mishi, do me thënë edhe supa bëhet shumë e shishme dhe e shëndetshme. Dhe në këtë rast kemi një supë të plotkat, jo? Pra mund të jetë edhe mjaftueshëm për drekën. Se ka mishin, ka perimet, ka karotën, ka orizin që jep e plotson si supë. Pra jo domosdoshmërisht duhet kemi një gjellë mbrapa, si që jemi mësuar një supë të hollë dhe më pas një vakë. Pra një sallatë bollësh sot. Patjetër. Ose kjo buka misrit me këtë djathë. Buke misrit me këtë djathë të gjitha bashkë ta mendosh. Të gjitha shkojnë njëra me tjetër. Ta lëm pak të lugën të më shkri gjalpi. Anila, mund të fillosh të lexosh recetat sa unë të shmang këto nga tryeza. Kur kemi gati, do t'i shohim në ekran. Ndërkohë ne paralelisht do bëjmë recetën e djathit? Po. Në momentin që ashtu, po fillojmë neve sepse shumë e thjeshtë për të përgatitur. Fillojmë, t'i vëmë përpara se më mirë t'i gatuajmë se sa të mos na mbetet kohë. Ta heqim ndërse këtë. Lama të lugën e gjalpi me qëllim që të na shkri gjalpi. Tani shiko se si bëhet kjo, shumë e thjeshtë si recetë. Pra djathin e presim kështu në pjesë. E kalojmë në një tu kam djathë dhe gjizë. Por thash që mundet të vëni edhe nëse doni juve, mund të shtoni kjo është gjizë. Edhe të shtojnë ambisat edhe kos të kulluar. Ose nëse është djathi i fortë, mund të shtojnë edhe atë kosin e zakonshëm. E shikoni, do me thënë që mos të bëhet shumë. Po, ideja është që mos dali shumë e hollë, por të jetë një masë një kremoze. Po. Ky është brumi piteve. Po. Tu hedhim edhe këtë specin gogozhar që i jep shumë shije. Tani për punën e kripës, nëse e shikoni juve se ka nevojë, do me thënë për më tepër krip, i shikoni dhe... Po, se varet nga sasia që ka djathi ose e gjiza, pra nëse djathi përgjithsisht ka, se gjizën mund të zgjidhni edhe pa krip. Edhe pa krip, po unë ka marrë të dyja me krip, kështu që nuk do të shtoj më krip. Atë që do të shtoj tani është vaj ullirit. Edhe do të shtoj piper. Do me thënë djegës dhe jo djegës. Pra piper të kuq të ëmbël, si që quajmë ndryshe, dhe piperin e kuq djegës. Mund të përdorin dhe fara piperi, ka që është mjaftueshëm. Që djegin akoma edhe më shumë. Edhe më shumë. Pra do t'i grim. E grim sa ajo të ndrojë, do me thënë dhe nga të kthehet si një salcë kremoze. Kuptoj. Bëhet shumë e mirë, shumë e shishme dhe shkon mjaftë mirë me bukën e misrit. Edhe pak do edhe. Sa po të mbaroj grirja e plot e specave. Shumë e mirë duhet të dalë. Kjo duhet jetë e mirë kati edhe për të bërë ato brusketat. Brusketat, po. Por dhe këto buke misrit bëhet si tip bruskete, kështu dhe i pret në fedza dhe i është si... Vjen me këtë sipër dhe duhet jetë edhe këndshme në tryezë për ta shërbyer, për ta shërbyer. Pjatë e parë. Ta shërbyer ato, e pra, aty një mendje. Le të shohim pak mishin edhe karotat. Po, më ka ti. Kemi filluar jemi bërë 2 në 1. Pra, atë. Tani e kemi gati, sepse thash që më shumë mundua që të më aromatizohet të gjalpi, se sa të tani të hedhim të... Edhe lëngu i mishit të pulës është ngrohur, kështu që jemi gati për të vazhduar këtë supën e shëndetshme dhe plot shije. Tani në bas të pjesës, do me thënë, të mishit dhe lëm tani një 10 minutë shneve kështu, pasaj do shtojmë me njërë orizin, dhe në fund fare do të shtojmë majdanozin, në momentin e fundit, do me thënë, kur e kemi gati dhe kemi fikur sobën. Bëhet një supë shumë e mirë. Shumë e mirë bëhet kjo supa në fakt. Është e thjeshtë, por që shion shumë vërtet.
Në fund fare do heqim këto 2 copsat dhe do shtojmë domethënë majdanozin dhe xhinxherin. Po e shtoj edhe këtë, se gjithë. Xhinxherin do ta ngrim në rende. Në rende. Pra do ta ham edhe xhinxherin, do e hedhim për ta konsumuar, jo thjesht për të lëshuar aromën. Ata që nuk e duan, mundet domethënë që në fillim fare e shtojmë shumë në copë. E kuptoj. Dhe pastaj mund ta hiqni por që mund pëlqen domethënë në momentin e fundit që e grim ashtu, sepse na nxjerr atë shijen pikante, edhe jep shumë shije dhe bësh shumë e mirë si supë. Plus që bën dhe mirë. Përshëndetje. Nuk e pres, po patjetër, nuk e pres me vezë dhe limon, do të jetë një supë kështu, siç është, veç se me atë majdanozin sipër dhe sipas dëshirës, pastaj jo sipas dëshirës, po sigurisht që limoni është ai që i jep shijen përfundimtare. E do limonin. Shumë mirë. Kemi vënë përpara supën dhe do t'i japim kohë sigurisht sepse mishi do duhet të zihet përfundimisht. Ndërkohë që të dyja recetat e radhës që kemi, do të kemi mielin në përdorim. Si në rastin e bukës së misrit, ashtu edhe në pitet që do të bëjmë, ne kemi zgjedhur sigurisht këtë tjetër, mielin Ola nga kompania Atlas. Do të përdorim mielin e misrit të bardhë ose të verdhë, kjo sipas dëshirës dhe preferencës tuaj. Sigurisht që për të gjitha recetat ku mieli është në pjesë e listës së përbërësve, që kryesisht kudo ka miellë, e kemi thënë shumë shpesh, pra qoftë tek buka që bëjmë në shtëpi, qoftë tek një ëmbëlsirë, po thjesht tek një supë ku her pas here duhet ta trashim pak me miell, po tek një omlet, pra mielli është gjithmonë pjesë e atyre rafteve tona të kuzhinës. Kështu që ne këtu jo vetëm që gatuajmë live, i testojmë të gjitha, i provojmë shijen, cilësinë e brumit që e tregojmë aq shpesh që e hapim edhe me duar, jo me ndihmën e rulit apo pecit apo klajis, i thash si kati në të gjitha variantet e mundshme, sepse këtë na e mundson pikërisht mielli Ola. Ndërkohë që, meqense jemi tek bashkëpunëtorët tanë, doja të falenderoja gjithashtu edhe t'ju kujtoja se cila është veza që ju duhet të zgjidhni mes larmishmërisë së produkteve që gjenden në treg. Unë e di që Ovital është pjesë e frigoriferit tuaj dhe është ajo që dora kap të parë në frigoriferin e marketit, ashtu sikurse ne, sepse në çdo stin ju keni cilësi të garantuar. Ndërkohë do doja të vijoja më tej duke përmendur pak atë që sjell gëzim, që janë salçiçet Woody. Unë e di që i preferoni, që i shijoni, janë një shoqërues i mirë atyre panineve të mëngjesit e një sanduiçi. Tani fillon ngrohet edhe koha dhe e di që shumë prej jush organizojnë pikniqe në fundjavë apo në pishinë, ndonjë plazh, kështu që her pas here na duhet të marrim diçka me vete gjatë kohës që udhtojmë apo kalojmë disa orë pushimi dhe salçiçet Woody janë gjithmonë të preferuara të gjithëve. Kati, më ka ikur në lavaman. Po, erdha. Hajde. E bëri ti këtë? Po. Kati është mjafton, mos ta ke mundi një sekondë, u bë pjata, u bë gjella, u bë dreka. Nuk ka asnjë gjë, domethënë se nuk është e bëra unë, e bëri makina grishte, thjesht e kesh përbërësit, pra është shumë e lezetshme kjo, më pëlqen. Dhe mund ta ruajmë besoj në frigorifer për disa ditë, pra në ato kavanozat, po. E kemi të lëmë, dhe kemi gati për të shërbyer si mesore në tavolinë, për të mbushur brusketa, për të shoqëruar edhe një mish, s'do ishte keq, kam përshtypjen i shkon se djathtin ka brenda dhe aromën e specit, vjen dhe pak pikant. Për tryeza, domethënë ku kemi festa të ndryshme dhe këto është diçka e mirë. Tani e ulim pak temperaturën këtu, nuk e duam domethënë. E lëm në zjarr të ngadalt. Ajo që ashtu sepse siç e pam domethënë ja pjesët e mishit i kemi bërë domethënë para zjerit dhe këto që përfituam atë lëngun, është gati që të shtojmë dhe orizin, nuk ka nevojë që ta lëm më shumë. Po, se mishi ishte i zjerë, pra nuk është një që zjerë nga fillimi fare. Dhe do ta lëm të zjeje vash avash. Orizin gjithmonë më përpara e kemi të larë. Do të ngelet në fund xhinxheri edhe majdanozi. Okej. Janë dy gjërat e fundit, tani ulim temperaturën, ka një, si thuaç, një aromë dhe një shije të mirë. Prandaj her pas here duhet të dimë të bëjmë ato kombinimet që janë të thjeshta. Thjesht me 2-3 përbërës, pra pula, finoku, karota, orizi, 2-3 gjëra të mbani mend dhe i ktheni në një supë menjëherë dhe nëse nuk është se dini shumë të gatuani. Tani Kati, ne do e lëm të zjej atë. Fillojmë me recetën e radhës? Jo, do fillojmë kur të kthehemi. Edhe marrim kohë shtruar të mos i bëjmë shpejt e shpejt, edhe gatuajmë kur të vim përsëri. Shohim bashkë edhe lajmet. Në rregull, shumë mirë. Ashtu e bëjmë. Të qëndrojmë edhe ambisa, domethënë, ndoshta mund të kenë miell misri dhe ta marrin edhe një gotë, domethënë një kështu me ujë të ftohtë. Ne bëjmë një bukë me ujë të ftohtë. Kukulle që e thoshim ne dikur. Si thuhet? Kukulle. Kukullen. Do ta bëjmë kur të vim në studio.
përkthyer në studio përsëri, vazhdojmë të jemi live në Vila 24 me Katerinën që po na spërkat me miell. Gati për të nisur me? Do të bëjmë byreqe, do me thëmë pite, në tigan, të cilat thamë janë të qastit. Bëjnë shumë shpejt, thjesht që të pregatisi mielin, ta lëm të qëndroj të pushoj, edhe një orë ta lëm, aqë më mirë dhe aqë më mirë hapen këto. Bëhet më elastik. Dhe më mbrapa pasi e kemi hapur, shikon se si hapet. Dhe është miell ky, që ka që mirë, që nuk ka nevoj tani, ja kam bërë unë këto gati, i bëjmë sa një kokërar, edhe 2 nga 2 i bëjmë peta për tigan. Pra ne do t'i skuqem. Do t'i pjekim në tigan. Do të nuk quhet skuqje, sepse do të me pak vaj. Jo, do më thënë doja të thoja s'do përdorim furrën. Jo. Prandaj i quajmë të shpejta. Po. Si kemi ndezur gjitha. Thjesht kemi, ashtu për që kemi vendosur bukët e misrit. Shiko si ku i kemi. Këtu. Të kulloj një qikë. Nuk e tregoj, me kemi sekret. Ka disa bukë bërë ti sot. Po bëm, kemi hapur furrë buke. Kemi hapur furrë buke, vërtet. Ja, po ja, ta tregoj një qikë se na duket sikur po i mbajmë për vete, ndërkohë që ne i bëjmë për ju. 2 bukë misri. Një bëm kështu, do me thënë atë tavën e vogël që do të tregojmë tani këtu dhe një bëm kështu. Të gjitha variantet i kemi, të gjitha shihet sot, do me thënë do ikim me bukë me vete. Me bukë me vete. Nga puna. Tani, sa aromë të mirë ka. Ndërkohë edhe këto, do me thënë kuleçët e vegjël, do me thënë sa një kokërare, do t'i bëni pasi zëni brumin, do t'a lëni të qëndroj dhe mirë është të qëndroj të paktën për rreth 1 orë. Atëherë vjen më mirë dhe siç e pat, në momentin që ashtu nuk ka nevojë as për miell, më pasaj as gjë, ato pritet, do me thënë i presim sa një kokërare dhe i lëm kështu tani dhe fillojmë që t'i bëjmë 2 nga 2 për t'i bërë, do me thënë t'i pjekim në tigan. Por para si të vendos të filloj këtu, do të vendos pak ginger unë akoma aty, sepse dhe supa është bërë gati. Sepse në pjesën e parë kemi bërë një supë të shëndetshme me mish pule. Ti shohim pak recetat në ekran tani, të gjitha, njëra pas tjetrës, meqense në pjesën e parë nuk patëm kohë ti shikonim. Ja pra ku e kemi në ekran tani, supë pule e shëndetshme. Për përgatitjen e kësaj recete na duhet një filxhan oriz, një karot, një qep mesatare, një lug gjalp, një lug ginger të grirë, 2 tufa majdanoz, 1.5 litra ujë, krip edhe piper. Dhe kjo është një supë që mund ta përgatisni në çdo stin të vitit, sepse përveç se bëhet shumë thjesht, ka pak kosto dhe shumë e shishme nga të gjithë. Bukë misri me ujë të ftohtë, na duhen 4 filxhan miell misri, 3 filxhan ujë, 1 lug krip, vaj për lyerjen e bukës. Thjesht fare, ne kemi bërë 2 deri tani, do bëjmë dhe një për ju 3. Byrek të qastit, na duhet, kati një pra llogarit, por në tava të ndryshme, kjo është diferencën. Për byrekët na duhen domate, qep, mish, një përgatitje të thjeshtë, si çdo byrek me qep domate, her me mish, her pa mish, si pas dëshirës, po mbushja është e ngjashme, pra harxhi, siç e quajnë zonjat. Na duhet 500 gram miell, 340 ml ujë? Po, mililitër ujë. E 40, as e 50, po shiko, dëgjoj, varet në bazë të miellit. Tani prandaj themi 330, 340 tani janë disa, por të bërë një brum për byrek. Kaq. Një lug vaj dhe një lug krip. Kjo është receta. Djathim pikante kemi bërë në pjesën e parë, ndaj e gjeni në YouTube pak minuta më vonë Vila 24 ose News 24, si e kemi përgatitur. Na duhet 250 gram djath, 100 gram gjiz ose kos, 1 spec gogozhare, 1 lug piper të kuq, 1 lug fara speci djegës. Atere, për të përfunduar, Anila, ndihe se të mora kohë me njerë, sepse duhet që të tregojmë. Kemi gingerin, do me thonë, i bëjmë një grirje kështu në rende, për ata që duan dhe ta shijojnë, do me thënë, edhe kështu si qështë, sepse qështë e vërteta, ka një shije pikante, një shije shumë të mirë dhe për vetë faktit për vlerat e tija ushqimore. Prandaj themi supë e shëndetshme nga gjithë këto produkte që neve kemi përdorur brenda. E lëm këtë pjesën këtu. Ka betur majdanozi? Ajo që ngelet, do të shtojmë edhe majdanozin, do të fikim sobën tani dhe do të lëm kështu. Që të majdanozi të mos humbasi edhe ngjyrën. Do ta fik sepse është bërë gati. Shumë e mirë duket. E lëm të qëndroj në
sa të bëhemi gati nga pitet dhe do ta serviri me njëherë. Nuk ka nevojë as dhe për kapak, se dua që të më ngelet majdanozi jeshil. Nëse do të vendosim kapakun ashtu siç them gjithmonë, e nxin. Sa doja të thoja, një sekret që kemi mësuar nga Katerina për majdanozin, për spinaqin, për jeshillëqet, që ndonjëherë gjatë kohës kur gatuajmë, shohim që nga kjo i gjelbra e bukur fillojnë edhe nxihen edhe prishin ngjyrën. Kjo sepse nuk duhet t'i vendosim kapak gjatë kohës që i gatuajmë, që i përgatisim. Dhe tani do të bëjmë këto byreçkat e vegjël në tigan me një herë. Që mund t'i hapim me dorë, por mund t'i hapim edhe me një shupec. Po. Që do të thotë, do vë pak këtu miell, që ta kem që mos fush dorën brenda. Okej. Edhe kam këtu. Dhe na ndihmon për të hapur. Kemi Këto hapen miellin vet tani. për çdo përdorim, miellin Se ola. po, i hapun. Po tamam hapen vet. Ai që Ta mirë heqim bëhet dhe këtë se s'na këprume. duhet. Që të kemi mundësi edhe të shikojnë më mirë. Ta i hapim kështu. Të vegjël do t'i Të vegjël, ka që kam tiganin unë, po janë pak më të mëdha, ja i bëni pak më të mëdha. Okej. Se do bëhen 2 e 2 këto tani, Po, po. edhe e lëm kështu. Është shumë e thjeshtë për të hapur, akoma edhe një fillestare, do më thënë në kuzhinë, Po, po. e ka mundësi që Edhe t'i hapin. fëmijët t'i E bëjnë fëmijët, këto, patjetër. po, mund t'i edhe Është një- që të lozin fëmijët, se që është e vërteta, është edhe një si lojë kjo. Nuk ka ndonjë gjë. Tani, me pjesën e furçës, I lyejmë. vetëm nga ana e brendshme. Tiganin duhet ta vendosim në... Po, Sa- e të lutem apo e ke Anila, vendosur? po. Vendose një çik që të i spërkatim dhe me pak Cilin mirë. do nga... Kë kemë... Të marrin atje që e kemi më kështu kollaj. Tani i puthitim këto 2 nga 2. Okej. Ta lëm këtu, puthisim dhe tjetrën. Edhe e hapim. Aq sa duhet, do me thënë sa është pjesa e tiganit. Tani, mbushjen si do ta bëjmë na? Ja, do ta vëmë brenda. Kjo bëhet një Ajo është shtret. një, Kjo është okej. një pet poshtë, një pet lart. Do të vendosim këtë, do vendosim mbushjen, edhe pastaj do t'i pikim. Mirë. E do i bëjmë me kapak. Me durim, pra. Okej. Ja, Ku kjo peta është poshtë? peta e parë. Ta heqim një çik këtu. Pa vaj, pa gjë, Jo, apo thjesht të ta lyejmë? pak fare do ta lyejmë, Okej. pak. Kështu kur sem dhe vaj, se në byreqet që në ato që i bëjmë në furrë. Kemi thënë që i kemi recetat edhe ekonomike ndër të tjera. Ato që i vendosim në furrë i hedhim më tepër vaj. Po. I mbysim me vaj. Se do t'i spërkasim kështu nga sipër. Nëse e ke të lartë temperaturën, shikoj vetes, Jo, unë tani e e pa lë 99. çik këtu, e lë pak sa të bëjmë edhe tjetrën gati. Tani, Edhe baza pastaj. është kjo. Mbushjen, Kati na tha në fillim që mund ta bëni sipas dëshirës tuaj, jo? Nëse nuk e doni me qep me tomate, mund ta bëni me diçka tjetër, por që si formulë e realizimit të këtyre mbyreqeve në tigan është e njëjta gjë. Me domate të freskët, me pak djathë, kaçkavallë, me speca, me çfarë të duan, do me thënë me sallamra. Për fëmijë, që duan fëmijët. Po, me sallame Që djathë, pëlqen fëmijëve. që shkrin dhe Pastaj shiko kashjen e tani picës kur pastaj. është miell i mirë, to hapen vetë kështu me dorë, shiko. Po, Nuk duan as miell, as edhe, po i tregojmë dhe ashtu, i tregojmë edhe kështu. të gjitha. Si të kenë- Të gjitha mënyrat. Ja, as hap, as si thuash Si pritje. antistres më duket kjo puna kështu me shiko, brumë që ja. bën ti. Janë S'ka. fantastike, janë Është- fantastike. Dhe nuk jam sepse i mund t'je bën Ola. bëj, po e bën Ola. Dhe i Ola thash në i bën fillim. për çdo gjë. Ta nxirr pak më këtej që mos më digjet atje. Ja këtu. E tani vendosim këtu te tigani. Ta bëjmë me domate fillimisht të parë. Po, e bëjmë. Mbushja duket shumë e shishme. Hedhim dhe një sy supës, e cila është gati.
Kemi një drek shumë të mirë sot. Të gjitha këto mund të shkojnë fare mirë me njëra tjetrën, të hapim vaktin me një supule me majdanoz, me karota, me finok, me oriz, e më pas. E hedhim dhe pak, si thua, si e do me shumë. Unë me pak e dua. Me pak, me pak odhëm se sot më shumë. Kjo është e imja, do me thënë. Regu i parë është imi. Tani këtë e bëjmë si themi atë që e rudhosim, edhe këtë e rudhosim. Ne bëjmë tigan të vogël faktikisht, po bëjmë edhe në tigan më të mirë boll janë. Tani, para se të t'i palosim, që t'i bëjmë edhe me pak vaj, se do kthehet kjo nga ana tjetër. Edhe tani i bëjmë kështu. Që të ngjasoj edhe si byrek. Po pra. Shumë bukur. Ja. Dhe e kthejmë në sobë. E kthejmë, do me thënë, e vendosim në sobë, këtë, sa të bëhet kjo nga njëra anë. Okej, dhe pastaj nga krau Edhe do tjetër. ta kthejmë Në edhe ekran nga kemi ana tjetër. recetën gjatë kohës që ne po përgatisim, këtë që ju po shihni, e do kapaku, no? Ha, fikë, po ti qa zvura aty sipër. Soba! E ka fajnë ajo soba. Soba. Në maksimum? Po, Edhe pastaj nëse na duhet e... Sa të marri, se Po, pra, ne kemi s'ishte fikë. E kemi fikë fare. Atëherë bëjmë dhe një tjetër, do ta bëjmë me gjizë të tjetrën? Me gjizë. Me gjizë edhe do hedhim dhe një kokër vezë. Si thua, Okej. ti hedhim pak vezë. Shkon, mua më pëlqen për me Ashtë gjizë me me gjizë vezë, edhe me ose me vezë, djath, me kos me tradicionale. vezë. Si jemi me orën? O, jemi shumë mirë, që kemi kohë të mbarojmë byreqet. Do të bëjmë edhe bukën e misrit, që është e thjesht fare, sepse ka shumë pak përbërës, ja i kemi këtu. Të përfunduar e të pjekur ne e kemi. Ta i që fare këtë shkopin, se e bëjmë e dorë më mirë, unë se Kemi dy si bëj do të me... variante. Nuk i dua ato, e bëjmë e dorë më mirë. Si bëj do të? Nuk i bën dot me... Jo. Po, ti e di, si e ke më kollaj. E kështu me dorë. Ta zbulojmë këtë bukën? Ta lëmë kështu? Po. Apo e do të mbuluar akoma? Jo, s'ka gjë, është torë, do me thënë, thjesht që të Ta lëmë kështu. zbute, do me thënë, mos ashtu. E mirë është ta prisnim ca fetza kështu dhe t'i vënë anash, po s'ka gjë, do ta shikojmë tani, të mbarojmë këto, ja nuk e di se si është koha. Kemi 10 minuta, 11 minuta. Ndërë të bëjmë edhe një dytë, t'i lëmë kështu, të hapura, edhe t'i pjekim. Do me thënë, 1, 2, edhe 1 bëj, që të bëhen 2 qifte. 1, 2, 3, 3 qifte. Duhen 3 akoma. Po pse? 1 donte Një është një byret. pet. Po pra Një. 2, po të Një bësh dhe byret? këto na bëhen 3. Dhe një po e pjekim 4. 4 byreqe boll janë. Që të bëjnë 4, duhen dhe 2. Po një është në tigan, moj. Mendova se... Jo mendova nga që bëra dhe këto të tjera. Po piqet njëra. Ka Gjithë më kundërshtoni këtu. Shikon që isha mirë me llogarit. Jo, ishe tamam mirë me llogarit, po s'kam qenë unë me llogarin time. Iko... Kujtes duart ka ti. Jo, s'ka gjë. Ujte. Shëshë sa e kanë që më bëke. Sa shpejt, ha? Lezetëm. Tani do t'i vëm vaj këtyre. Mos u shqetësoni që nuk... Si tham, tani luj me vaj. Në rregull. Tani këtë mielin që kemi këtu, e spërkatim pak me miell, edhe fillojmë edhe i bëjmë. Pa. Që do të thotë, Pjesën e vaj, gjithmonë nga brënda. po, me miell dhe me vaj. Uthitim edhe këtë, shikojmë tani ajo. Mirë është tani ta ullim pak temperaturën. Po, se ka marrë ndëtësi edhe Të bëhet një tikane. qikë shpejt. Atje si jemi me supën, Supa është... tavë, Mirë është. duhet ta servirim apo do presim? Tani, ti e di, sa e mirë është bërë. E mirë është ta servirësh vetë, kështu se kohë kemi, nuk do na mbetet Në pa rregull. u shërbyer. Bëjmë dhe një 2 byreçka. Po do bëjmë dhe brumin e bukës.
Po prandaj. Sa aromë të mirë ka. Është një supë e trashka ti, ë? Po. Me që sa orizi vetë ti u E faktikisht jo t'jetë e trash. Pra nëse duam të hallojmë, do ishte më dhe në qikë do t'ishte pak, lëng ose do të shte ujë. më pak oriz, ose do të me thënë më mirë të shtoni më pak oriz. Po, Se sa. po. Por edhe kështu, nuk është se është keq, është një supë e plot për të kaluar vaktin e drekës. Po, nëse e duam, Por po. nëse duam thjesht supë që të hapim oreksin, sigurisht që do ta bëjmë me pak oriz dhe me shumë lëng. Okej. Atëre është më e mirë. këto që Tani zonja këtu ti është din gjellë që i më shumë se alternojnë. sa kalohet në atë fazën e gjellës. Po, se është bërë më e trash. Po. Mirë prap, nëse s'do bëjmë gjë tjetër, kemi vetëm këtë supën e bëjmë të trash, që të na Kjo është. të na ngop. U bë i pari. Ja ta shikojmë tani këtu. Edhe edhe pak nga krau tjetër. Edhe pak sepse nuk mori shumë aq sa duhej. Edhe do ta kemi gati. Në rregull, dhe këto ti hapim pak shumë. Të lutem Anila, mund të më marrësh një kokërvezë dhe ta jetësh brenda edhe ta përzim këtu direkt. Që të shkeme të Një kokërvezë nuk ka nevojë për më tepër, është mjaftueshëm. vezën ovital, të lësi në 4 stin. Tani këto byrek, nëse duam pastaj mund t'i bëjmë pak me gjalp sipër. Shijojnë shumë. Shtove dhe gjalpin, në? Jo, mirë, nëse duam thash, nuk është se s'ka nevojë që ta kthem. Se unë kështu them, kemi ko, pastaj E pra, atë po them dhe unë. Kemi ko, po s'kemi ko. Që do të thotë, ja, e vëm dhe këtë këtu. e ke në rregull. Shumë mirë, faleminderit. Nuk e pa fare, shumë mirë thot. Jo, kam besim, prandaj se e pash fare, sepse e di. Kujdes duart, se E për di. shaka. Tani, unë të la duart, të la jo duart, edhe pastaj... Të presi qik bukë, misri? Po, është ajo e vogla atje, ajo dras e vogël. Cilën bukë të pres? Të voglën. Të voglën. Sura fondin, bëra një rëmuj, unë këtu tani, nuk e di pse. Jo, s'ke Të bërë voglën asnjë thua? gjë. Po, asnjë gjë s'ke E bërë. do në ripa? Në... Prej një kështu në rip edhe ta bësh si tip brusketi kështu nëse... Si ta Ti të bëj kesh, kështu nuk është problem. shirita dhe i vëm kështu Po. anash. Nuk është E se... provojmë, e provojmë. Shumë mirë. Mirë, a? Po. Se... Tamam, për të bërë brusketa, kjo mund të ndaj edhe kështu në mes, po kam frikë se nuk e jap do të mirë formën, kështu që të mos rrezikojmë kot. Apo ti bëj kështu si 3 këndësha? Si ta kesh ti që unë kam besim, sepse për Po këtë jo, nuk pjesë jam, je shumë e mirë. Jam, a? Mirë, po Je vazhdo. shumë e mirë, kështu që e kam besimin e plot. Atë që do thosh, ja. Se nuk duhet më prishet kjo lëm korja nga këtu këto, të mbrapa. pastrojmë këtë vendin, se s'do arrim që të tregojmë edhe pjesën e brumit, kështu që të pastrojmë vendin këtu. Ta bëjmë dhe brumin, po 4 minuta kemi, ose të shërbim një herë Të supën. shërbejmë supën, prandaj thash. Ti heqim këtu, kjo si ide, do me thënë, e kuptua në visat, nuk është se... është një gjë madhe për të kuptuar. Okej. Na kam betur e në qik? Apo kemi djathin këtu, harova? Dal ta kthej njërë të shofë që kam bërë. Mirë, kam prishur një kore, po... Ska gjë se ajo nga që është bukë që piqet në, do me thënë që gatuhet me ujë të ftohtë, ashtu e ka atë
E ka koren më të... Koren, po. Më të ashpër. Po mirë, janë këtë që i përqa koren e ham vetë, nuk e vëm aty. E mirë është bërë. Shumë e mirë. Shika, e vëm dhe një kështu. Këtë po e heqim. Lezeqëm doli. Këto copat i ham vetë. Ka ti që për bënë? Ja. Servi supën, por me thënë të drejtën, atë që thash pak më përpara, neve na piks. Mua më pëlqen supa e trash. E bëm pak si... Sot më pëlqen kanë gjitha gjëra që bën ti. Shiko, tham, kjo është e plot për të kaluar vaktin e drekës. Ashtu si tham që ta bënim me... Me se tham ta bënim? Me shumë ujë, me lëng, do të thot që ta... Për ta holluar supën është shumë kollaj, se një filxhan ujë me të shtojmë brenda. Mirë, në rregull, jo, po që të mbajmë shihen, themi ne. Okej, po shihen e ka. Të mbajmë shihen, duhet të më pak oriz. Që të mbajmë atë shihen që mos të ashtu. Tani, atëre, që të bëjmë 2 minuta ko. E bëjmë. Isha fund të bëreqet. Po, thjesht për të nxjerrë është ajo. Nuk do mbushim ta. Jo, i bëjmë më mbrapa, thjesht të nxjerrim edhe atë, edhe nuk është se shikoj njëherë se mos kam vënë gjë temperaturë më të lartë, nuk e di. Ja se shohën. Do ta hedhi me sy apo ta kështu, unë do ta hedh me sy. Jam vista tani. Thjesht të tregoj se sa kështu duhet të jetë mirë. Krip. Shumë të mirë të bëreshet kështu. Si i Byreket bëjmë vetë ndryshëm. Të qastit. E bëjmë që e bëjmë brumin, bëjmë ta mbushje të ndryshme. Atë që thash më përpara, kush e do që ta bëj me... Po me spinaq, po me... Spinaq, me gjizë, me... Qëfar të duan, dhe me thënë. Tani kemi ujin e ftohtë. Pra hedhim kripën edhe ujin. Sigurisht që edhe pak vaj, brenda, uji duhet jetë i ftohtë. Edhe vaj i shkon. Tani nuk e di nëse kam nevoj për pak mirë, po jo s'besoj. Më duke sikur po i kaloj direkt aq sa duhet. Pas kemi akoma. Unë do t'i shtoj dhe pak vaj brenda, se sigurisht që vaj ullirit e shijon shumë bukën e misrit. Nëse ju ndodhet, hidheni edhe punojeni mirë, madje me dorë është më mirë, se kur punohet brumi me dorë, bëhet shumë më mirë. Kjo në zonat të ndryshme quhej kukulle, sepse faktikisht nuk është se bëj në tepsi, bëjsh direkt në vatër. Në vatër. Edhe merë edhe të zjarri, do me thënë, edhe atër tjetër shije, punoj e kështu, edhe ngjishej, do me thënë, me dorë, edhe pastaj e vendosni në vatër, edhe qatë shijonim pastaj. Kishte tjetër shije. Edhe sa kohë të duhet ty? Mos më duhet, do me thënë, Okej, shumë mirë, sa pak ora fare. 10, kështu që. Mos të thalëkaj të kështu. Kështu duhet jetë, ka që i trash? I trash. I trash, do me thënë, jo hol. Jo, të marri, do me thënë, të punoj, duke punuar, duke marrë atë ujin e duhur. Ja. Se është i but ky. Ja, është i but. Po. Do me thënë, ka kërë jo i lëngshëm, si mund ta... Jo. Se ujin e ka brënda, e thisi brënda. Ta themi edhe temperaturën e pjekjes? Temperaturën është do temperaturë të lartë. Kjo 220, 200, varet nga lloji i furave. Do me thënë të 220-230 dhe për 35 minuta dhe do ta keni gati. Okej, të lumshin duart. Faleminderit e dashur. Ndërkohë që e shtojmë në tavë, ne do ta pjekim edhe këtë bukë, edhe do duhet që t'ju tregojmë edhe një herë para se të largohemi se cilat janë recetat që kemi gatuar sot në studio me shumë shije, me bazë tradicionale janë të gjitha. Sigurisht që ju sugjerojmë t'i bëni pjesë të tryezave tuaja, këtë djathin pikant që është shumë i shishëm, shoqëruar me një bukë misri të bërë vetë në shtëpi, me një supë të shëndetshme me mishpule, edhe ju bëf të mirë, që ju themi tjetër ne, ndërsa ka ti ty të lumshin duart. Faleminderit, i hedhim dhe pak vaj sipër.
edhe vendosim në furrë që të na piqet. Shumë Kjo mirë. tava e vogël s'do, do më pak se 25-30 minuta, është e sheshtë edhe më e vogël. Pra kjo ishte buka e misrit me ujë të ftohtë, kukullë siç thuhet në treva të ndryshme, shumë e shijshme dhe të kënaqë. Ne e bëjmë në tavë, po sigurisht që bëhet shumë e mirë. Kjo edhe në këto janë ca tava që janë tava guri që vendosin që pjekim dhe në ato bëhet akoma më e mirë që t'japim formën dhe ta vendosim atje. Është më afër traditës se sa tek këto lloj tave. Bëhet shumë herë më e shijshme, ndryshon shija edhe pse nga tava në vatër apo se edhe në ato të gurit. E kuptoj. Kati, nesër do jemi përsëri bashkë, të presim me shumë dëshirë dhe me receta të reja. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndaj si çdo ditë këtë emision në bashkë dhe sot më je bërë një Barbie e vërtet. Ky kostumi të shkon shumë, jashtëzakonisht shumë. Faleminderit. Falenderojmë dhe anvisat që qëndruan me ne, duke ju uruar si gjithmonë një ditë të bukur në vijim. Dhe mirë takoshim këtu nesër. Nesër, patjetër që në mëngjes. Ndërsa së bashku do takohemi përsëri pas hapësirës publicitare.